Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Hetuesit policor po kryen mbastisje në 9 lokacione në komunën e Zveçani dhe të Zubin Potokut. Sipas njoftimit të Prokurorisë Speciale të Kosovës, mbastisjet në këto 2 komuna janë duke u kryer në ndryshimin e kryerjeve të veprave penale, rrezikimin e personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to, vrasje e rëndë dhe sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Prokuroria tha se bashkë me policinë është duke kryer hetimet e nevojshme për këtë rast. Rreth 50 motorist shqiptar nga vendet të ndryshme të Kosovës dhe Evropës para 4 ditësh u nisën për në Hag, në kuadër të platformës Liria ka emër. Marshi i nisur me motën drejtësi për ishkreret e ushtrisë çlirimtare të Kosovës sot kanë mbërritur në Hag. Do t'jemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Haga me Ismail Tasholli nga platforma Liria ka emër, e nga regjia të nderuar shikues më bëjnë me dije që tani nuk e kemi këtë lidhje të drejtë për drejtë, por gjithsesi sa po të jetë e gatshme ose sa po të jetë e realizueshme si lidhje, ne do ta marrim në këtë edicion të lajmeve. Sigurisht do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Emisari i presidentit amerikan për misionet e veçanta në botë Richard Grenell i ka cilësuar dhomat e specializuara si të korruptuara dhe ka kërkuar që të ndërpritet financimi për to. Në një postim në rrjetin social X, Grenell ka përmendur arrestimin e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, duke thënë se ai është arrestuar 5 vjet më parë dhe ende po mbahet në paraburgim. Në 80 komuna të Maqedonisë së Veriut, përfshirë edhe Shkupin, i cili ka status të veçantë të administrimit lokal, po mbahen zgjedhjet e 8 lokale që nga shpallja e pavarësisë. Procesi zgjedhor ka filluar në orën 7 të këtij mëngjesi dhe sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve deri në orën 11:15 të drejtën e tyre për të votuar e kanë shfrytzuar 9.3% të votuesve. Kryetari i këtij komisioni Boris Kondarko tha se të gjitha qendrat e votimit u hapen në kohë dhe se votimi po zhvillohet pa probleme. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur të gjitha aktivitetet në qendrat komunale të numërimit në Kosovë. Ndërkohë, qendra e numërimit dhe të rezultateve po vazhdon numërimi i votave të diasporës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se numërimi i votave jashtë Kosovës pritet të përfundojë nesër. Ai po ashtu ka bërë të ditur se deri në orën 10 të ditës së sotme janë numëruar 54 kuti me flet votime për kryetaret e komunave dhe 45 kuti nga zgjedhjet për kuvendet komunale. Sot nga ora 12 deri në orën 19, disa pjesë të rajonit të Prishtinës do të përballen me ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes. Kështu ka njoftuar kompania rajonale e ujësjelësit Prishtina, duke shtuar se kjo do të ndodhë për shkak të sanimit të një gypi magjistral. Tutje në komunikat të ujësjelësit bëhet e ditur se lagjet që do të mbesin pa ujë janë Graçanica, Hajvalia, Çagllavica, lagja Qendresa, lagja 038, një pjesë e lagjës së Bregut të Diellit dhe një pjesë e lagjës Mati. Për shkak të sistemit të ri të kontrollit të udhëtarëve në aeroportet të ndërkombëtare, janë shfaqur probleme serioze. Gjeraqina Tuhina i sjell detajet. Sistemi i ri i hyrjeve daljeve në zonën Schengen, i cili ka nisur zbatimin vetëm një javë më parë, tashmë ka treguar probleme serioze për udhëtarët, edhe pse bëhet fjalë për fazën fillestare dhe periodike. Vetëm në aeroportin e Brukselit gjatë javës janë regjistruar pritje në radhë për gati 3 orë. Sistemi i ri ndryshe synon të zëvendësoj vulosjen e pasaportave me regjistrimin elektronik të të dhënave të udhëtarëve. Ai zbatohet vetëm për udhëtarët që nuk kanë shtetësi të Bashkimit Evropian. Këta udhëtar identifikohen përmes gjurmëve të gishtërinjve dhe fotografisë së fytyrës. Në hyrjet e mëvonshme do të kërkohet vetëm një verifikim i shpejt me fotografi, pasi të dhënat e udhëtarit tashmë do të jenë të regjistruara në sistem.
Periudha e tranzicionit nuk nënkupton funksionimin e sistemit në çdo pikë kufitare. Ai aktualisht po zbatohet në mënyrë të kufizuar dhe periodike për disa orë në disa pika të caktuara kalimi. Kjo periudhë tranzicioni do të zgjas 6 muaj dhe në përfundim të saj, sistemi i hyrjeve-daljeve do të vihet plotësisht në funksion në të gjitha pikat kufitare të Bashkimit Evropian. Zbatimi i plot i sistemit pritet të nisë në prill të vitit të ardhshëm. Protestat në Kings ka tërhequr turma të mëdha, ndërsa tubimet anti-Trump po përhapen në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Turma të mëdha njerëzish kanë marrë pjesë në protestat e ashtu quajtura pambretër kundër politikave të presidentit Donald Trump në qytete anë mban SBA-s, duke përfshirë New Yorkun, Washingtonin, Chicagon, Miamin dhe Los Angeles. Mira njerëz mbushën sheshin ikonik Times Square të qytetit New York me njerëz që mbanin pankarta me slogane si demokraci jo monarki dhe kushtetuta nuk është opsionale. Policia e New Yorkut ka thënë se më shumë se 100.000 njerëz ishin mbledhur në të 5 lagjet e qytetit dhe se nuk kishte arrestime në lidhje me protestën. Përpara demonstratave, aleatët e Trumpit akuzuan protestuesit se ishin të lidhur me lëvizjen e ekstremit të majt Antifa dhe dënuan atë që e quajtën tubimi i urrejtjes së Amerikës. Disa shtete amerikane kanë mobilizuar gardën kombëtare, por organizatorët thanë se ngjarjet ishin paqësore. Që kur u kthye në shtëpinë e bardhë në janar, Trump ka zgjeruar fushveprimin e pushtetit presidencial duke përdorur urdhra ekzekutiv për të çmontuar pjesë të qeverisë federale dhe për të vendosur trupa të gardës kombëtare në qytetet amerikane, pavarësisht kundërshtimeve nga guvernatorët e shteteve. Ai gjithashtu ka bërë thirrje zyrtarëve më të lartë të zbatimit të ligjit të administratës që të ndjekin penalisht armiqtë e tij të perceptuar. Presidenti thotë se veprimet e tij janë të nevojshme për të rindërtuar një vend në krizë dhe i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur si histerike se ai po sillet si diktator ose fashist, por kritikët paralajmërojnë se disa nga lëvizjet e administratës së tij janë jo kushtetuese dhe një kërcënim për demokracinë amerikane. Në një intervistë në Fox News, e cila do të transmetohej të dielën, Trump u shfaq për t'ju drejtuar tubimeve. Ai ka thënë se po i referohen si mbret, por se ai nuk është mbret. Ndërkohë, në Londër, Berlin, Madrid, Rome, Gjetiu, pati gjithashtu demonstrata ku njerëzit treguan solidaritet me homologët e tyre amerikan. SBA, duke u mbështetur në informacione konfidenciale, ka paralajmëruar për shkelje të mundshme të armëpushimit në Gaza nga Hamasi me sulm të planifikuar ndaj civileve. SBA thonë se kanë raporte të besueshme se Hamasi po planifikon një sulm të menjëhershëm ndaj civilëve në Gaza, të cilin e quajnë një shkelje të drejtë për drejtë dhe të rënd të marrëveshjes së armëpushimit. Një sulm i planifikuar kundër palestinezëve do të minonte progresin e rëndësishëm të arritur nëpërmjet përpjekjeve të ndërmjetësimit, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Hamasi ka mohuar fuqishëm çdo sulm të planifikuar dhe nga ana tjetër ka akuzuar Izraelin për mbështetjen e grupeve të armatosura rivale në Gaza. Megjithatë, Hamasi ka rivendosur kontrollin në vakumin e pushtetit që pasoi tërheqjen e pjesëshme të Izraelit. Departamenti i Shtetit tha se kishte informuar tashmë garantuesit e tjerë të marrëveshjes së paqes në Gaza që përfshin Egjiptin, Katarin dhe Turqinë dhe kërkoi që Hamasi të mbështesë përfundimin e kushteve të armëpushimit. Nëse Hamasi vazhdon me këtë sulm, do të merren masa për të mbrojtur popullin e Gazës dhe për të ruajtur integritetin e armëpushimit, thuhet në deklaratën amerikane. Presidenti Donald Trump e ka paralajmëruar më parë Hamasin kundër vrasjes së civilëve. Nëse Hamasi vazhdon të vras njerëz në Gaza, e cila është në kundërshtim me marrëveshjen, nuk do të kemi zgjidhje tjetër veç se të hyjmë dhe t'i vrasim, kishte thënë Trump në një postim në Truth Social më parë këtë javë, por më vonë ai sqaroi se nuk do të dërgonte trupa amerikane në Gaza. Javën e kaluar, BBC publikoi një video të verifikuar që tregonte një ekzekutim publik të kryer nga persona të armatosur të Hamasit në Gaza. Përleshje të ashpra shpërthyen një javë më parë ku përfshiheshin forcat e Hamasit dhe antarëve të armatosur të familjes Dukmush në qytetin e Gazës. 27 persona u vranë në atë që ishte një nga konfrontimet më të dhunshme të brendshme që nga përfundimi i operacioneve të mëdha izraelite në enklavë.
Ushtria izraelite ende mban në kontroll pak më shumë se 50% të rripit të Gazës pasi janë tërhequr sipas fazës 1 të planit të Trumpit në një vijë të verë të dakordsuar. Hamasi, i cili ka sunduar territorin për 18 vjet, po përballet me një sfidë nga grupe të armatosura, të tilla si forcat popullore Abu Shabab, banda për të cilat thotë se po armatosen dhe mbështeten nga Izraeli. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, takohemi në edicionin orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.